Atëherë, flasim për një nisëm shumë të bukur që Studio Kadarea Golli ka ndërmarrë në ditën ndërkombëtare të librit nesër në 23 prill. Do të jetë një itinerar që ju do ta prezantoni në Fakultetin Filologjik këtu në Tiranë. Ne jemi shumë nderuar që këtë vit jemi bashkë, le të themi, organizator, partner me Departamentin e Letërsisë për të celebruar në një mënyrë pak më ndryshe ditën botërore të librit. Sigurisht, departamenti ka programin e vet, ka gjithmonë shkrimtarë të ftuar, autorë librash, cilët prezantojnë veprat e tyre, dhe këtë vit është edhe një shkrimtar turk shumë i njohur, Tarik Tufani, i cili vjen dhe prezanton botimin e tij të fundit, po le të themi paraprirja e gjithë kësaj dhe mirëseardhja në këtë ditë është një ekspozitë e vogël që ne do të organizojmë në hallin qendror të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, ku do të ketë disa artefakte interesante, gjithçka sigurisht e lidhur me letërsinë, disa çmime letrare, portretet Kadares, dhe aty do të prezantohet Tirana e Kadares, që në fakt janë disa itinerare letrare mbi të cilat është duke u punuar, dhe i pari do të jetë Pallati i Ëndrave. Kjo është një nismë. Si është konceptuar ky itinerar që ndoshta nuk është shumë fizik? Do t'jetë edhe fizik. Do t'jetë edhe fizik? Do t'jetë edhe shumë fizik, sepse vetë Kadareja dhe raporti i veprës tij, personazheve dhe ngjarjeve me qytetin, jo vetëm me Tiranën, sigurisht me Gjirokastrën në nisje, po edhe me Parisin, është shumë i fuqishëm. Por ne sigurisht do të jemi në Tiranë. Do t'jetë edhe fizik, do t'ja shpjegoj se sa fizik do t'jetë. Dua të theksoj në fillim që Tirana e Kadares ka qenë një nismë e muzeut që në çeljen e tij në vitin 2019, pra në këtë periudhën pak gjatë pandemisë, nga drejtoresha e asaj kohe e shtëpisë, drejtoresha e parë,